sallatë me shalqim. Ta shohim pak recetën se çfarë përmban përveç shalqinit, që duhet jetë patjetër e përditshme konsumimi i shalqinit, sidomos në mëngjes, të zgjon, të zëndëson ato lëngjet e tepër gjatë ditës ose kur kemi humbur kripra elektrolite. Kështu që një nga produktet që nuk duhet ndarë gjatë verës është shalqini, mendoj unë. Sallatë verore me shalqi dhe djathë të bardhë. Kush nuk e ka provuar shalqi dhe djathë të bardhë? Të gjithë. Jemi shqepur. 2 feta të trasha shalqiri, 150 gram djathë i bardhë, 1 grusht gjethen energjiku, borzilok, çfarë të keni ju në shtëpi, 1 lug vaj ulliri, lëngu i gjysmë limoni, 1 lug gjelle uthull e bardhë, pak krip, piper i zi i bluar i freskët dhe pastaj opsionale pak rukola ose pak sallatë jeshile. Tani, të gjitha këto që unë lexova, ne i kemi marrë, i kemi këtu në tryezë dhe do t'ja u tregojmë se si ta ndërtoni dhe ta përgatisni sot. Nuk ka familje që nuk ka bler atë shalqinin ta ketë bërë sefte, se është tani në sezon, ka filluar të jetë. Inshallah që lën dhe i mirë. Kemi disa truke, kemi treguar vjet apo jo Albana, se si mund të zgjedhim një shalqi të pjekur mirë. Ti të ka rastisur apo e ke zgjedhur me ndonjë teknikë në një mënyrë? Më ka rastisur. Apo e ke bërë atë kështu? Më ka rastisur. Disa e godasin për të dëgjuar tingullin, disa shikojnë tek pjesa të bishti, ngjyrën, pjesën rrethore. Ja, pra, se Nuk e përderisa... di, ka me provë pastaj sot s'ka më shalqi të shitur me provë. Si dikur bënin dhe një prerje. Prova që dikur... Bëheshe një prerje trekëndshë aty dhe... Me prerje pa prerje, për prova ishte, si për të krijuar familje dhe si për të vënë shalqinin në familje. Çdo perime ishte për... Me provë, dikur ai thoshte mere, sepse ishte dikur 3 lekilja. Dhe shalqini e baldushkut mbaheshin. Po. Tek shalqini e baldushkut, atë heqim edhe atë tava me speca, se mos e djegim. Dhe mos na digje, tja do ta sill unë tani. Se po fillua muhabeti, no? Nuk kam barim. Opa, ja. Po i lëm roleve vend që të piqen. Opa. Ndërkohë që unë solla tavën me speca, rolet ende nuk janë bërë gati, kështu që po i lë akoma të piqen në furr. Ja, edhe unë e mbylla me qoftet, se më vjen të keq që të lëja. Këtë kosim po e lë këtu afër, sepse shkon edhe me specat e mbushur, po ashtu edhe me qoftet që përgatiti Albana me mbushjen e tyre. Tani, një tazë ndoshta për të përzier dhe për të përgatitur sallatën. Një limon që i kam hequr lëkurën. Të laj pak duart, nga që i kam nga skuqja. Po, pra për sallatën, siç e tham, siç e lexova edhe një herë, po përgatit edhe disa deg nga Nenexhiku. Gjethe. Kemi shalqi, kemi djathë të bardhë, limon, gjethe me ende Nenexhiku, pak rukola. Po 2 përbërësit që nuk duhet të mungojnë, padyshim që janë shalqini dhe djathi. Edhe shalqini ka disa emërtime në zonë, sipas zonave. Bostan, shalqi, imonik. Imonik. Po. Limonin unë këtu. Të gjithet e mentes edhe me djathin, edhe me shijen e shalqinit, me ëmbëlsin, duke sikur e ekuilibron mentja, aroma dhe përbërësit e saj, ëmbëlsin e shalqinit. Mes ëmbëlsisë së shalqinit dhe kripës së djathit. Do dhe pak kjo. Ekuilibruse është mentja. Ja, këtu. Kjo është këtu. Kjo është gati. Në më thonë, detyrimisht bëm 2 recetane, pas kemi dhe 2 minuta ko, më thonë. E, ja, baruam, salatën. Baruam. Pjesën e roleve i tregojmë në rrjetet sociale. Të le t'ja lë breshkave që kemi. Po me kemi një 5 breshka këtu edhe.
Jo se nuk konsumohet, dhe pjesa e bardhë ka ato benefitet e veta. Mua më pëlqen shumë pjesa e bardhë këtu, jeshile e bardhë si më të quhet, përveç shtresës së kuqe. I konsumohen edhe farat shalqinit për gjëndje të caktuara shëndetësore, për cilat do të kemi mundësi të flasim me ekspertët nga ana tjetër e studios. Ky që ka i pjekur mirë se dallohet edhe nga aroma, përveç se ngjyrës. Lëngu i limonit që unë e kam, do të kem kujdes, fara do ja largojmë, fara do t'i largojmë, e duam që t'jemi dhe pak komodë në konsumim. Sidomos në mëngjes, konsumimi i shalqinit është shumë i rekomanduar, të zgjon me njëherë, nis ditën me energji, t'jep shumë energji në mëngjes. Djathin. Nuk i presim fare. Pakos fare krip. Pakos fare pipere, shumë pak. Opja, një përkëdhelje e letë, shumë e letë. Dhe opcionale, nëse duam, pak rukola. Dhe e kemi gati për... E vendosim thjesht poshtë si shtratë. Okej, nuk do t'jetë pjesë e përbërësve të tjerë për ta konsumuar. Ja, e vendosim në pjatë që të duket më bukur. Si që thash, pjesën e roleve do t'a lëmë të piqet, nuk duam t'i marrim ende kohë, por do t'a keni pa tjetër në YouTube, bashkë me foton që do t'i bëjmë për kanse, sepse në YouTube do t'jenë të gjitha recetat që përgatitëm sot. Shpresojmë t'ju kemi dhënë ide të mira edhe të dobishme, të vlefshme për vaktet tuaja ditore, të lumshin duar Albana, ja faleminderit. Dhe ne në pushim sigurisht do të degustojmë pak, do shijojmë nga gatimet tona. Shihemi pas pak me Altin Jokën.